sa e rëndësishme? Shiko, unë do t'jap notat më pozitive, e vlerësoj këtë lloj nisme, duhet ishe bërë shumë kohë më para për të pas një produkt sa më të sigurt për konsumatorin, se kuptohet aflaktosina ka një indikacion shumë të madh në shëndetin e njeriut, dhe kjo do përmirësoj edhe më shumë, do përmirësoj bazën ushqimore të blegtorisë, pra do kemi një qumësh më të shëndetshëm. Ajo që unë do të thoja, të vetëmën rekomandim ose shqetësim, do të thoja mund të kisha, ishte pse nuk këto ngarkesa pse nuk kthehen mbrapsht. Sepse për neve është një kosto shumë e madhe, për arsye të groposjes të atij produktit, pra të misrit, dhe duke na dhënë duke i dhënë dhe konsumatorit një siguri që këto ngarkesa, se janë shumë, pra kemi një numër shumë të lartë të ngarkesash me misër, janë asgjësuar. Janë asgjësuar në Shqipëri, këto nuk janë kthyer mbrapsht? Po, atë që paktën në disa njoftime që kemi nga AKU-ja, në Elbasan janë identifikuar 2-3 ngarkesa në magazin. Që kishin hyrë më para, po. Që kishin hyrë më para. Pra, ajo që ne duhet bëjmë atë që bëjmë dhe të tjerët me neve, është që në kufi identifikohet, prandaj është ajo që ne duhet kemi patjetër në mënyrë të domosdoshme. Ne duhet kemi laborator në pikat tona kufitare, kur fluksi tregtar është i lartë. Dhe aty ku analizat e riskut janë më të larta.